Përshëndetje të dashur mos i fol shofersa. Jam shumë e lumtur që për këtë ditë të parafundit të vitit 2017 do jemi sërish bashk. Këtu në Mos i fol shoferit, si gjithmonë te taksia ime. Unë Rudina Dembaca jam protagonistja e vetme si zakonisht e këtij emisioni të jashtëzakonshëm. Dhe sot unë kam një të ftuar shumë speciale. Ajo e ftuar Si mi që ke protagonistja e vetme ty? M'fal, po të janë ç'ne këtu? Si mi qëne këtu unë? Unë dua të bëj që këtë, mos i fol shoferit. Jo se ke ngatruar, ky është emisioni im. Pse? S'kam drejt unë të kemi që kohë televizive? Në do emisioni im, pse? Më thoj pse? Shiko, ti s'ke të ftuar, kështu që Po thashaj hallin fare se e kam, edhe kam shumë të mirë. Mirë mjana, po... që ti thëmë? Ti s'ke taksi. Kam. Pse mi vetëm ty të paska Skoda Gjane, që të t'jep ka vetëm ty makin? Kam. Që dis në bege viska në tjerëve? Po, në ka vëndë në makin Skoda. Ua! Ame, e frike? M'fal, po, ky është formati im, si dhe bëgë një shumë. Jo, dhe bëjmë shumë, dhe bëjmë i garë. Kush arrin e para në qëndër, bën emisionin. Po do pendohesh. Do hash dhe. Se jo për gjithë, po unë jam vesh dhe si taksigjie. Ku ke pa timi taksigjie me pellush. Pike zez. Miqtë të dashur, kjo është taksia ime dhe Ana mos të kujtoj se do fitoj. Jemi në puntatën speciale, në puntatën afër vitit ri. Sot është data 30 dhe unë dua t'ju jap juve një super show me Nevinën. Ana ka të ftuar tjetër, po ta shohim kush do fitoj dhe kush do arrimu përpara të Ora News. Jam në një çik festive? Por përveç se festive, unë kam edhe një tjetër sekret. Unë, nëse më kap dhimbja kokës, një të pirë një fans dhe sigurisht që jam në disa hapa para Anës. Tani unë duhet të ftoj të ftuarën time, e cila është shumë interesante. Ajo është një vajzë shumë e bukur, pikërisht këtu te Skoda ime, që është Skoda më e mirë në botë. Taksia ime është Skoda Superb. Dhe sigurisht të ftuarit ndjen shumë komode dhe nxjerrin këtu të gjitha të palarat e tyre. Dua të ftoj Nevina Shtyllën! Eja Nevina, eja e dashur! Mirë se erdhe, mua! Përshëndetje! Tashi jemi këtu në taksin time, se mos kujtojnë saj se kam vetëm ato taksi. Kupton se Skoda më ka dhënë dhe mua një taksi shumë të bukur, biles më të bukur se tasaj tjetrës. Edhe ju e dini për kë kam fjallën unë. Por unë në taksin time sot kam një yll, një vajzë ashtë të bukur, ashtë të mirë, edhe po pra, por nuk i them këto gjëra se e kam teze, edhe se e kam të shpis. I them këto gjëra sepse është me vërtet bukur. Me mua sot, këtu është e madhja, e vetmja, Ingrid Gjoni! Pas ka me marrë një lek gusht. Jo, në shpirt. Ti mi jep vetë mu. Jam shumë e lumtur që te taksia ime je ti sot, jo për në gjë, jo se thjesht je vajzë e bukur, jo se thjesht je një prezantuese shumë e mirë etj. Por unë jam e lumtur sepse ti sapo vjen nga një eksperiencë shumë e bukur. Dhe këtë puntatë speciale afër vitit ri unë kam menduar ta zhvilloj pikërisht me ty, te taksia ime, se Ana që mendon se do ma kaloj, ka tjetër të ftuar. Kemi garë sot, ë? Kemi garë. Ma mbjen shumë mirë që jam edhe unë të taksia jote, taksia më komode, kam përshtypjen dhe një herë. Të thash, ju thash i dashur publik, sepse është Skoda Superb. Okej, e dashur Nevina, sa po ka ardhur nga eksperienca
e fundit në Kënga Magjike. Si ishte kjo eksperiencë për ty? Diçka shumë e bukur. Në fakt është hera e dytë që unë jam te Kënga Magjike. Është eksperjenca e dytë, kam qenë më parë në 2014. Shumë e vogël atëherë. Po. Qoftë Ç'a bëj atëherë? Po edhe prezantuese kam qenë në atë kohë, prezantuese në Med TV aso kohë, tashmë është bërë InTV, po. Nga prezantueset e parë të Med TV-s, edhe ishim një grup i lezetshëm me këta prezantueset e rinj, me këtë frymën e re që sot në televizion. Po, e mbaj mend që ishi të veshur si kështu. Si alien, ka qenë tematika e atij viti. Po. Këtë herë u ktheva me temë më sociale, ktheva me telefonin. Po, këtë herë kam shijuar akoma dhe më tepër që t'jem e drejtë në ato gjëra që them, përveç faktit që vija me një status tjetër. Nuk e di pse u puqem shumë, jo vetëm me Arditën sigurisht, kam përshtypjen me Arditi gjen gjuhën e përbashkët me këdo, por edhe me çunat me Besin, me Erjanin, kemi kaluar shumë bukur, me Ariolën diet, kemi qenë mike që më parë, kemi prezantuar të dyja në Med TV. Kështu që ka qenë diçka me vërtet shumë e bukur dhe më vjen aq keq që mbaroj tani. Mirë, si ishin komentet? Kush ishte më mirë, Ariola apo ti? Shika, janë bërë shumë komente të tilla edhe nga faqe ndryshme, portale ndryshme online që janë munduar të bëjnë një dallim mes me dhe Ariolis, por nuk më vjen mirë se nuk ishte ky synimi për dalë aty. Po. Dhe për të bërë një diferencë nga njëra tjetra. Çdo gjë do reflektohet, puna e secilës reflektohet dhe nuk varet vetëm nga një eksperiencë në Këngë Magjike, kam përshtypjen, secila ka një profil të vetin, një emision të vetin, kështu që aty do bëhen dhe dallimet tona, jo te Kënga Magjike. Paktën unë këtë dua kem synim. Kam një pyetje në Vina, pse ishin edhe 3 gocat e Anabelit? Të më thënë si ju mjaftonin juve ata? Duheshin se s'bën edhe 3 goca në Anabelit? Anabelit kanë qenë më tepër në rolin e përfaqësuesve të mediave sociale, sepse këtë vit kemi patur që janë Genta Hodo, Dea Michel, Megi dhe Megi, po. Po, 3 vajza shumë të këndshme që atë pjesën e Anabelit ne sillën shumë bukur edhe te Kënga Magjike. Po ndoshta ne kemi qenë prezantueset, nuk dua t'i vej emra se nuk duket sikur dua të veçoj gocat, po gocat kanë patur atë funksionin shumë të rëndësishëm për të nxjerrë në pak të fenomen që ne donim të trajtonim. Pra mediat sociale, impakti që kanë ato të trinj, dokumentat që bëhen pafund online, na kanë shoqëruar nëpërmjet gocave të Anabelit. Je mërzitur nga komentet e këqija që kanë thënë për ty? Nëse ka pasur. Po çuditërisht nuk ka patur shumë. Edhe ato që kanë qenë janë nga ato komente tipike që bëhen ndonjëherë, kështu që nuk ja vlen të mërzitesh në momentin që pjesa më e madhe kanë qenë pozitive, jo për t'ia bërë qefin vetes. Se mua, me thënë të drejtë, më intereson më tepër kritika, po kritika e bërë si duhet, jo shaja apo komente që unë do i quaj të kota dhe pa ndonjë pesh për mua. Unë Vina kam një pyetje, se ato votimet e këngëtarëve mos ishin shumë qokatare, si mendon ti? Ishte një qoka? Është formulë që ka funksionuar prej disa vitesh tashmë, edhe ndoshta është më mirë kështu se publiku njeh dhe një anë tjetër të këngëtarit, pra atë anën njerëzore, se qokat bëhen në jetën e përditshme pafund gjithandej, kështu që nëse vazhdohet edhe në art, në muzikë, ndoshta nuk është aq çudi, por unë të them të drejtën, këtë vit nuk kam vënë re shumë gjëra të tilla. Ka patur sigurisht personazhe që kanë mbetur dhe jashtë finales, që kanë patur ato pakënaqësitë e tyre. Ka patur këngëtar tjerë, unë për shembull kisha Elhajda Danin, ditën e shtunë kur ishte dhe finalja, dhe Elhajda më tha që Elhajda doli e dyta. Më tha që nuk kam patur asnjë telefonat, jam habitur sepse ka qenë pjesëmarrja e parë e vërtetë e Elhajdës këtë herë, sepse kishte qenë edhe një më parë, dhe nuk kishte marrë asnjë telefonat që të mundoheshin ta korruptonin, t'i merrnin ndonjë pikë më tepër. Kështu që varet, dikush thot ndryshe, dikush ndryshe, por them se është një formulë që funksionon dhe është më mirë kështu, kur artën e vlerëson vetë këngëtarët. Nëse do kishe të drejtë të votoje, këtë do votoje me 30 pikë? Për mua ka qenë Angela pa diskutim, e meriton të fitoren, kështu që... Po në vend të dytë? Nuk e di, ka patur një konkurrencë shumë të madhe këtë vit Kënga Magjike, dhe unë e kam thënë vazhdimisht, më kam pëlqyer shumë edhe këngët e re, jo vetëm këngëtarët new artist, jo vetëm këngët e bigve. Po. Më kam pëlqyer shumë, madje disa edhe më tepër se disa këngë të tjera të bigve. Po. Që të doja shumë më tepër mbështesje ata, sepse ja vlen. Ishte më erdhi pak keq, në fakt vetëm një këngë kaloi nga New Artist. Vendin e dytë dhe vendin e tretë, më thuaj pak. Vendin e dytë dhe vendin e tretë, nuk e di, është shumë e vështirë.
Janë disa. Okej, po ja jap Elhajtë sepse realisht e meritonte, përpos këngës të bukur se ndonjëherë shohim dhe këtë anën komerc, sa këngë është e bukur dhe jo pjesën e zërit që ka gjithashtu një rëndësi shumë të madhe, duke qenë se edhe kënga magjike është kthyer live tashmë. Elhajdën në vendin e dytë, në vendin e tretë dhe jepja Gjonit, djalit Gjon Shau që fitoi New Artist. Okej. Invitim, si ja? Mirë, top. Shushu që të kapëm njërë se ngele në Angli. Kam një javë që jam këtu. Po një javë pra, po je gjithë kohës me koncerte në Angli. Jam. Tashi, me i kemi marrë vesh, sa gjëra. Shqy që jam. Ha, zhvishu i jarë. Zhvishem Ambientohu i jarë. Dhe makina komplimente shumë interesante. Makinat e Skodës. Dëgjoj tash Ingrid e thuj. Se ne jemi në garë me këtë rutinë. Nuk e di, a e ke marrë vesh që kështu, ne luajmë për mrena familjes. Që jemi më mirë ne. Sa ka një të ftuar tjetër, po çon si ka kjo. Mua mjafton çka ka makinën time unë. Tani, do të bëj një pyetje unë ty. Kurse si duket pyetja nga unë, a? Po. Që do vinte edhe kjo dita me me. Të erdhi dita Ana. Mi Ingridi, kemi punu për këtë ditë. Tash do të bëj një pyetje unë ty. Kush është mbesa jote e preferuar? Mendoj. E kam një të preferuar në fakt, po. Mendoj. Mendoj? Edhe jep përgjigje. Me këtë pyetje nisë, Po. Është një pyetje që gjithë publiku do donte ta dinte. Po unë kam thënë dhe herë tjera, po tani e thënë këtu para teje çik si e vështirë, po tim janë aja ti. Çfarë s'kemi bërë për ti? Thuaj çik me zot lartë. Ana Lika. Kjo pra është mbesa e preferuar e Ingrid Gjonit, Ana Lika. Është je. Ingrid, se ne kemi shumë kështu detektiv të kësaj taksis, po fakti që ne të dyja jemi një familje, unë di dhe shumë më shumë për ty se mos u hap shumë. Mund të dim për të tjerët. Tani me që jemi brenda familjes, në i pyetje që s'pëlqen mua për shembull dhe nuk e... S'ka gjë, rriti dhe unë e kuptoj që s'do flasësh edhe unë fus një pyetje tjetër gjasme sikur e mora përgjigjen. E kuptoj. Në një që përpyr kjo makina që ka këshu ka që pëpama nuk kemi në që Qa do t'a blesh të? Jo, nuk të t'a blej, jo. Se s'po e kuptoj. Jo, ka në gjë për të pirë, thash. Jo, për të pirë nuk kemi, po do ndalojmë. S'ka gjë. Ndalojmë edhe. Marim në i gjë me falë se të deprivat. Marim në i gjë me lekët e tuja, se. Po. Kështu është ke punë. Ta shtip, të të bëj një pyetje unë të. Ti ditëlindjen e ke me 24 dhjetor që i bi gjithmonë për Krishtlindje. Po, ashtu e kam. Ka ra në njerë për vitri? Cilja? Po, se ka që të kishë për Krishtlindje. 5 vit të më bie këtë vit. Për vitri? Po në fakt, mirë që më ka qëlluar ashtu e di pse. Se ne një familje jemi, po nuk do se do flasim të dyja të bëjmë muhabet, sjarëm edhe... Po, të sere miletin kod, po qa kemi arë me këtu jerë? Jo, puna është që unë nuk e ndjerë shumë ditëlindjen se nga që jam gjithmonë në avion, punoja ditë, nisem fluturoje kështu, duket si kur ngelem prapë e vogël. S'ka gjë. Edhe nuk e ndjej, edhe... S'ka gjë se e festojmë ne ditëlindjen. Historikisht e kemi festuar. Dite këta po mesazhe mos më çoni se më mbaron interneti. Okej, ta kemi parasysh. Tash me që jemi të ditëlindjet. Me që jemi të ditëlindjet. Do të di sa vjeç jam. E kam në YouTube. S'ka gjë, ti me që jetë. Bëj 35. Se kam kompleks fare. 35, po je gjithmonë e bukur. Unë mendoj do me thënë që ti je femër shumë e bukur, më e bukur e fisit tonë. Po edhe më e bukur e showbizit. Tash të bëj një pyetje unë ty, kur të plakesh do vazhdosh bësh foto provokuse? Po, provokuse, po jo provokuse mi, Ana, nuk është ashtu provokuse, nuk është qëllimi shmaja, ato janë poza që merren. Tani do t'i bësh apo nuk do t'i bësh më? Po që qënë ke mirë ti, s'ma kështë të marrë dinja që do, më bëjë kështu pyetjesh. Po pse mos të bëj, po t'je me mirë mbajtur, deri atëherë? Ashtu e varur, se dhe është e varur, unë se kam dhëtë për një. Tani do ka plot. Ja pra ku zbuluam që Ingriti do i futet fikës. Do mendoj, po fikës mirë është. Mirë, se isha të ditëlindjet. Investim, po tani plake nuk e eviton dot, ja, pa se eviton dot. Po mos u bë kaq serioze se. Jo, them nuk e mos u bë kaq serioze me motë tua. Jo, them që nuk e eviton dot, që kështu njeriu do të mirëmbahet. Mirë është pse jo, edhe të bësh tani
Unë nga plakja nuk është se kam frikë, po... S'ke frikë në plakja? Tani, do mundohemi ta rimbajmë vetën o Ana, që të themi. Mirë, tani dalë prapë të ditëlindjet tonë. Vazhdo, shpirtë. Mamaja e jote, që është edhe gjyshja e njërës këtu që s'du me përmend emra, e ka ditëlindjen me 1 maj, ditën e punëtarëve. Motra jote, që është tezja e njënës, ku që prapë s'du me përmend emra, i nisi e ka me 31 tetor që i bie për Halloween. Mbesa jote e vogël, goca i nisit, kokoja, e ka me 8 dhjetor që është dita rinis. Tani si e keni hallin me këto ditëlindjet, ju nuk i mani mend dhe i shënoni, ju keni shkuar të keni shënu ditë festash, tishit brënda, apo? Po, ne të mbajmë se ty të mbajmë për këto gjëra, ti ke memorjet pa parë, ti di këto ditëlindjet. Do me thënë nuk është ishte rastësi që keni Ishte rastësi. Duhet tash pasi keni vendosur kështu për ditë festash, ki për krishtlindje. Rastësi. Jo, mua nuk mran as si ditë feste, po të shënë si ka është feste madhe kur është ditëlindja ime. Kur e ke Diana, se maj mund? Edhe pse e preferuar kujdesu për flas. Këtë do t'a presim, se si shte mua betë kjo, a kupton? Nëse e bëm për shaka, se kjo e di që e ka me 28 maj. E di që e ka me 28 maj. Ke mëruar për informatika, po ja. Ke qenë të IMTV, ke një program që nuk pati aq sukses sa ka tani, jo vetëm moda, po jo. Pse nuk funksionoi në IMTV? Shiko, emisioni i teknologjisë që kisha unë, vazhdon edhe sot e kësaj dite. Kështu që ndoshta si emision në ato të veçantën e vet vazhdon e funksionon dhe ka një impakt të rinj. Po çfarë, nuk përshtatet ty? Unë funksionova në atë emision për faktin që nuk ishte ajo çfarë doja unë. Dhe unë kam qenë nga prezentueset e para që u zhvendosa nga NTV-a për televizion tjetër, sepse dhe hapësirat në atë kohë të atilla ishin, nuk ishte shumë hapësirë që unë mund gjëja veten. Do rikthesh ndonjëherë, mendon të rikthesh ndonjëherë në profesionin tënd, të punosh IT për shembull? Jo, po nuk e kam praktikuar asnjëherë, kështu që nuk besoj. Edhe shkollës ju futa me idenë për të vazhduar për graphic design, gjë që e kam lënë për gjysmë për shkak se angazhimet që kam nuk ma lejojnë, të gjej kohën e dur pra për ta. Kam lexuar diku në media në Vinaj që Floriana Garo është shprehur se formati jo vetëm mod nuk është ai që ka sjell Floriana Garo. Pse e ndryshuat? Nuk pëlqente ai? Po them se kur bëhet një ndryshim i tillë, sidomos kur ndrohet edhe vet imazhi i emisionit, edhe vet formula ka nevojë për një lloj ndryshimi. Dhe kam përshtypjen kjo është diçka që edhe Floriana e ka pritur mirë, sepse ndoshta nuk do të ishte edhe e drejtë që dikush të merrte atë punë që ajo e la. Pra ta vazhdonte aty ku ajo e la. E ke ndier veten së vëndësuese të Florianës? Jo. Nuk e ndjej sepse pikërisht këtë po them, nuk po bëhet një të gjë që ajo la për gjysmë, më duke bërë diçka tërësisht të re edhe nuk e ndjej se kam zëvendësuar Mendon se është më mirë tani emisioni jo vetëm mod që jeti me Enin Sheon? Nuk di të them, nuk e di se ka qenë më parë edhe nuk jam shumë në brendësi të statistikave apo politikane. Okej. Më thuaj pak kush është më mirë, jo vetëm mod apo kush vjen për direkt? Janë dy emisione tërësisht ndryshme, nuk e di në ç'pik të krahasoj. Jo ka përmbajtje, po them kush ka më shumë impakt te publiku. Është një emision një herë në javë dhe një emision i cili është i përditshëm. Kështu që normalisht që këtu ndryshojnë, nuk e di se si mund t'ja bëj një krahasim të dyjave, secila ka atë lezetin e vet. Të bëj një pyetje tjetër unë, sa unë vetëm do të bëj pyetje. Bëj çfarë dusha na ke ditën tatë se ato pyetje që ke bërë sot, si kisha bën në një herë. S'do i kisha çuar mendje në herë ti bëje. I gjatë është. Unë kam marrë vesh që ti je një notare shumë e mirë. Do na tregosh pak se ku e ke mësuar notin? S'ka rreth. Jo, not bëj unë, po jo ka që mirë. Po ku e ke mësuar notin, dua të di unë. Se motra jote e madhe dhe e preferuara besoj. Se përderisa është e preferuara e Paridit është Nishi. Dhe ti je tek Zerra. Do ta bisedoj pak më vonë. Më ka thënë që ti notin e ke mësuar në fuqi. Po është mirë, ma kujtove, po ja ta them unë tani. Kur isha e vogël, këtë prindrit e mi, do me thënë dhe gjyshrit, që mos ta bëjmë shumë personale, ikin në punë, punonin, edhe në atë kohë ishin ca fuqi që mbaj uji në tualet, edhe unë përfitoja nga rasti qëllon të në i ditë që nuk isha ose kthesha shpejt nga shkolla, nga kopshi. Dhe futesha në aty.
Po kisha shumë qef fuqin, të bëja natë, fuqi ishte kaq. Mirë, kalama? Isha, po aty mësove në fuqi. Do me thënë të gjithë ato që duan të bëhen notar një ditë, të marrin një fuqi, por fuqia tjetër për masa të konsiderueshme që Dëgjoj, sa për informacion, ti dhe mamaja juaj është shumë detajiste në këto data dhe besoj që ti ka treguar këto muhabetet e fuqisë. Normale, se ne kemi detektiv si taksi. Por ka qenë një eksperiencë mirë, pastaj kur dola në det hapur. Aty që do me i qitur, po që qënë si ka. O, njëtëm, shifteshëm, qa dhurate do më sjellësh për vitin e ri? Kjo është një pyetje që dhurata të bëj nuk pres vitin e ri Ana, do të bëj ty dhe gjithë njerëzve të dashur, aq më tepër ty që të kam dhe komshi. Po pra. Ti më more shpirtin sa herë dal nga i dhurat do, që kështu në fund vitit sa dhurata ke marrë? Me thënë të drejtën, unë jam e veshur nga kokat e këmba me rrobat e Ingridit. Do dalë dhe të kjo pjesa, Ingrid. Më kanë thënë që ti kur hikën për koncerte, më kanë thënë tash. E kam pa vetë me sytë e mi më. Një dhomë e shtëpisë tënde është e mbyllur dhe dollapet janë me zinxhir dhe me drymë. E keni bërë vetë. Kjo është një... Dëgjoj, unë të them që mos lodhe se dora futet dhe te zinxhiri. Brenda për brenda ka pasur shumë vjedhje rrobash. Vjedhje rrobash. Përveç asaj që unë ti e di që unë edhe dhuroj, pjesën time të rrobave nuk duhet ma preki. Si kundër se je ti dhe Viki, dhe motra juaj. Motra juaj. Unë dhe nuk më mbaj gjë, do me thënë. Megjithatë, jam detyruar t'i vëj në drynë, sepse unë mirë që nuk i gjej, po në rrugë kur heci, shikoj shoqet Anës dhe të Vikit që i kanë rrobat e mia. Duhet ta vëja këta po të empresë. Jo më s'ka gjë e lem. Dhe Lemi nuk ka gjë se i bëhet shefi dhe atyre njerëzve që veshin rrobat e toja marrë vesh. Puna është që se dal unë si kur nuk t'jap, por e vërteta është që unë ato që janë dhurata, ato që janë të mia, janë të mia thonë. Janë mia. Kur ja par dje për shembull doja të gjeja një bluzë sportive për të shkuar për të bërë pazar, një gjë të thjeshtë për të zbritur deri poshtë. Nuk e gjeja. Ku mos ishte te dollapi? Jo, e di kush ishte arsyeja. Arsyeja ishte dhe faji kujt ishte, nuk ishte joti. Ishte imi që si kisha mbyllur me drymë. Ja, po se ka marrë unë, t'jemi të bindur. Ti je bindur për këtë pjesë, nuk e ka marrë unë. Në fakt, në këtë kompeticionin që ke pasur së fundmi, unë të kam ndjekur edhe ja sheshi tha ja Majdani ti gënjeje dhe unë prapë shifja që kishe tukat e vile që kështu. A është vërtet që në TV Klan Marinën e trajtojnë si diva dhe ju jeni kështu? Për sa më të të Ja, nuk është e vërtet. Marina është një diva dhe ne jemi... Marina që ka diva! Por mendimin tim është dhe ja ka krijuar vetes këtë hapësirë për ta quajtur vete një divë, sepse nuk është se konsiderohet brenda televizionit kështu, është impakti i publikut që e jep një pseudonim të tillë apo një emërim të tillë. Ndërsa ne jemi diva në rritje. Okej, Nirvina, ti ke qenë aktore, ke marrë pjesë si aktore në një film. Ti mund të më quash John apo jo? Si është eksperjenca e parë. E para, po. S'mund ta quaj veten akoma aktore në film, pavarësisht se kam patur rolin kryesor. Po, ke qenë aktore. Aty ke qenë aktore. Si e ke marrëdhënien tani me kineman? Dëshiron të luash filma të tjerë? Pa diskutim që po, edhe janë planet e afërta. Çuditshme ka qenë që pas eksperiencës si aktore u bëra dhe asistent regjisore në filmin e ardhshëm dhe tash më duhet të kthehem prapë aktrimit, edhe pse më pëlqen puna në prapë skenë sa i takon. Ke pasur oferta për film? Po, kanë qenë disa oferta. Je talentuar apo je thjesht e bukur dhe para kamerës se dëgjoj. Të them një gjë të sinqertë djerë. Kamera vdes për ty. Faleminderit. Të duhet ta kesh kështu, domethënë. Faleminderit. Të ta kesh të qartë. Që kamera të do shumë. Po prandaj jam dhe unë këtu se më do. Atëre, nga që je e bukur, të do kamera apo dita aktrosh, se janë dy gjëra komplet ndryshme. Nuk dua t'i bëj shefin vetes edhe vazhdimisht të gjën, se bazohem shumë edhe te komentet e tjerëve dhe më tepër sa i takon filmit jam bazuar edhe te kritika që më kanë dhënë. Kam qenë mirë në atë rol që kam patur, por të mos harrojmë që ka qenë roli një adoleshente, fazë e jetës time që s'ka qenë shumë larg, edhe në një pjesë të filmit kam luajtur dhe veten, si të themi. Domethënë ka qenë një personazh që nuk ishte shumë larg vetes time.
Kështu që ka qenë pak më komode si eksperiencë e parë, por më kanë thënë që ke prirje për të qenë një aktore e mirë në të ardhme nëse do i futem sigurisht dhe nëse do punoj fort. Okej, ne vina tani se unë merrem shumë me thashë theme. Dhe ka thënë një shoqe që ajo e kishte lexuar që thashë theme të bëjnë mirë për zemrën. Dhe unë vdes për thashë theme. Bën sa më shumë. Kam dëgjuar shumë me këto që merrem unë për kafe, që ti nuk flet me Eva Muratin, sepse ajo u bë shumë xheloze se ti more pjesë në filmin Ti mund të mi quash John. Dhe duke qenë se Eva Murati ka marrë pjesë në sa filma, Eva ka qenë të filmi im, luajte rolin e shoqes të ngushtë. Po pse u zut? Po nuk kemi zënë. Pse nuk flisni? Po nuk është se s'flasim, ruaj respekt për Evën, por ndoshta nëse nisi si miqësi fillimisht kam përshtypjen shkputja nuk u bë prej meje, u bë prej saj. Pse ç'a pati Eva? Nuk e di, ç'është e roli, besoj. Je më e bukur se Eva? Jo, Eva është shumë e bukur. Nuk bëj krahasime me veten, por sigurisht është një femër shumë e bukur. S'bën krahasime me veten? Jo, sigurisht. Si unë edhe unë, si ka mundësimin e Vina, s'm duket asnjë më e bukur se vetja. Çfarë thua? Po që imi te ky kompeticion i fundit i imi. Po Ingridi, çfarë kanë ato të densit me familjen tonë që nuk na japin çmime? Jo, nuk kam dhënë me ty. Do me dhënë pas personale me ty. Jo, se ti paktën ke bërë dhe një pjesë show të mirë aty. Po, si mendon, kush ka qenë më mirë, unë apo ti të dense? Me thënë drejtën për kërcimin e ti se ti je profesioniste. Unë. Duke që se je profesioniste, je... Po si ka mundësi pra Ingridi? Ndërsa unë jam munduar ta kem kërcimin gjithmonë me vete, edhe them që dalit kanë qenë të mira, korekte, serioze, ti ke natyrën, është profesioni jot i dytë që je aktore, që unë jam shumë e lumtur që ti po e bën çik serioze. Po pa bën. Më çaj në fund, më s'ka gjë çaj. Edhe çaj në fund. Edhe që kështu them pse si përfundoj densi jot, se jemi përfundoj mirë. Jo, po, se kuptoj dhe dot që ti s'pas ke kërcy kaq mirë sa unë s'mora as çmim, ti pas ke marrë çmim, po nese që ka personale. Nuk e bën, po, nuk të bën artist një kup me Ingrid. Mua kupa më kushtoi shumë. E kam çuar deri në New York. Pagova edhe 100 euro. Për t'i çuar. Ato i ke shumë si pikë në zemër. Ato janë pikë në zemër. Ato i ke pikë në zemër. Ingrid, Gojta e Liga thonë që ti nuk flet më me Çilietën. Flet apo nuk flet me Çilietën? Çilieta është vetëm një amikesh, e ngushtë. Dhe gojët nuk janë fare të Liga, sepse njerëzit ndonjëherë dhe nuk flasin. Janë gojë që s'kanë më ç'a merren dhe merren me këtë punë. Por gojët e Liga prapë e kanë shumë gabim, sepse jo, ne jemi mikesha edhe besoj që kemi në një kur nuk u ndam të dyja në kulmin ton të konkurrencës, nuk u ndajemi tani që jemi mikesha shumë mira dhe ka treguar jeta, u bëm gati 20 vjet shoqe. Do të jeni akoma shoqe? Jemi shumë, po ti e di se çuditshme. Të dashur miqtë e mi, ja ku jam sërisht edhe jam krehur, jam bërë gati, sepse unë kam shumë shpresë të fitoj dhe të hiki me pushime. Sepse lotaria kombëtare ka sjellë në treg 2 bileta të jashtëzakonshme, biletën 2018 dhe biletën Cash 777. Bileta 2018 na jep shumë shanse për të fituar. Janë 31 milion çmime fituese dhe sigurisht që keni 8 shanse për të fituar. Nëse gërvishtim këto 8 figura, atëherë gërvishtim edhe numrat fitues dhe nëse njëra prej tyre përputhen me numrat tanë, atëherë jemi automatikisht fitues të kësaj bilete dhe të këtyre çmimeve të mrekullueshme. Dhe nuk janë pak, më besoni, janë deri në 1 milion lek. Vetëm të lotaria kombëtare. Vetëm të lotaria kombëtare ndodhin këto gjëra të mrekullueshme. Kemi biletën e re, Cash 777. Ka 25 milion lek, deri në 25 milion lek, që do të thot festat e fundvitit,
të mrekullueshme me lotarinë kombëtare. Ju betohem, e kam shumë sinqerisht. Këtu ka 6 shanse për të fituar. 6 numrat tanë mund t'i gërvishtim, më pas gërvishtim numrat fitues. Nëse njëri përputhet, mbaruan hallet tona. Jam shumë e egzaltuar sepse unë së shpejti, për kaq lirë sa janë këto bileta të lotarisë kombëtare, ja vlen shumë dhe së shpejti mund të shkoj me pushime. Bileta cash 777 është vetëm 100 lek të reja. Ndërsa bileta 2018 është vetëm 200 lek të reja. Shumë shanse për të fituar. Vazhdoni, gërvishtni biletat e lotarisë kombëtare. Por harrova një sekret. Nëse tek bileta 2018 ju bie gërma V, atëherë çmimi dyfishohet. Dhe pushimet tuaja do jenë të mrekullueshme, në borë, brenda me një xhak, zjarri aty dhe një godë verë, gështenja të pjekura, një mrekulli. Ju ftoj gjithëve të gërvishtni biletat e lotarisë kombëtare. Dhe sidomos, 2 biletat e reja, mos e harroni kurrë. Kesh 777 dhe 2018, viti ri që po na vjen. Ika unë për vete, do iki me vrap të një nga dyqanet e lotarisë kombëtare, që është plot gjithë Shqipëria me këto dyqane. Ti nga këngëtarët e gjeneratës tënde, po unë shikoj mi ngriti, po të lutem se janë vigjilente. Se makina është shumë e bukur, se nuk vjen keq ta gërvisht. Ka gjoj maksimumi dhe e pagushti. Dëgjoj nga këngëtarët e gjeneratës tënde, ti vazhdon edhe ke shumë koncerte. Mashallah, thuja. Mashallah, se s'ta gjë njëri. Jo, me gotë. Vazhdon ke shumë koncerte, nuk u lo edhe me gotë. Lota ana, po, jeta pa punë nuk mendoj që shtyhet në kafe dhe me gojet e liga. Njeriu duhet të punoj. Ky është misioni vet, për të bukuruar jetën, për të krijuar kushte familjes, për të qenë në një jetë pak më komode. Domethënë të vazhdosh të punosh. Të po Ka vazhdon që të bëhet ana. të vazhdosh të punosh ti akoma. Akoma do të punosh. Edhe ti duhet të t'jap këshill sot që duhet të bësh 2 punë. Reale. Do punoj, kam gjetë edhe vend me i butik. Pse çfarë problemi ka? Përveç kësaj pune që po bëj. Dëgjoj, Shumë mirë është edhe butiku. po kokon, gocën e inisit. Ke ndërmend ta marrë me që do punoke kaq gjatë. Ke ndërmend ta marrësh në përkipe siç merrje mua? Po të jem në formë. Pse mos ta marr? Unë shpresoj që do ja bëj zmetin tim edhe para një rana marr se kemi hall në shnetit. Po, shneti mi të gjitha, shneti. Se po pse jo? Inshallah. Dhe marrë të kokon. Domethënë, kokoja tash është 6 vjeçe. Ti do punoke dhe një 10-20 vjet tjera sa në bëhet kokona, domethënë për datë videoklipet e tuja. Ku ke parti që njeriu ngopet me punë dhe ndërpret punën? Jo me thuaj ne punojmë se kështu është ligji i natyrës për të punuar. Gjaj, Ingriti ta thash të gjë nga që unë e di që po fiton Se shumë. tani jam tezja, Nuk e Ingrid Gjoni tash. Nuk e parti që njeriu ngopet me punë dhe përveç asaj të le punën, atë punë që ka nisur ta le për gjysmë. Jo, nuk e them unë këtë, po nga që kam pa që ti paguesh shumë edhe ke shumë dhe. Jo, nuk herë paguajm herë më pak, herë jam tolerante unë shumë. Nuk është se paguajm shumë në pjesa ekstreme, punoj shumë. Se paguesh edhe kanë njerëzit thonë që paguesh edhe gjithë lekët i ke fut në prona. Ku ke prona në notë? Hajde, trego vërtetën këtu. Po ja një pronë ta kam dhënë ty, ta kesh gati. Shef, pas kalon e Përket modelingut. Pse u tërhoqe nga modelingu? Ti vjen nga fiks nga konkurset e bukurisë, po. Nga Miss Shqipëria. Mund të kishe bërë karrierë në këtë fushë? Apo modelet janë debile dhe? Jo. Se ka dalë dinami që janë debile. Unë jam vetë Miss. Po? Edhe unë vetë kam paraqykuar Miss dhe vazhdoj paraqykoj. Si Miss që je, do paqe në botë? Po pa diskutim, të shkojmë pa paqe në botë. Paqe mes njëri tjetrit si fillim pastaj, shkojmë të bota. Po,
Jo, edhe I paragjykoj, të jem e sinqert, se është e kollët pasaj të bëj moralisten. Edhe I paragjykoj në disa raste, por më kanë vërtetuar që ka shumë vajza modele mis që janë edhe të zgjuara, po thjesht preferojnë të nisin kështu diçka më të madhe. Ashtu e kam nisur dhe unë, domethënë Miss Shqipëria unë u gjenda rastësisht. Te modelimi nuk kam qenë asnjëherë modele mirë fillt, jam vetëm tek Frida J&J që sfiloj me fustanet e Nuseris, po vetëm aq, mbaron aty. Mund të kem bërë diçka shumë të vogël. Me që ti bën modeling me fustane Nuserie. Cili është cili është burri jot I ëndrave, se unë ika unë. Nuk e di, do e gjej do unë. Cili është I ëndrave? Si do ta doje burrin e ëndrave? Perfekte nuk ekziston. Nevina e ke shumë gabim se burri im është fiks siç e kam ndërruar. Jo perfekt, siç e kam ndërruar unë. Di unë si I kam unë ndërrimet? E po lum ti pa. Nevina, se ka marrë një rreth për ty për pak harrova. Vëre se jemi fest. Heq palton një. Pa. Se unë nxej situata këtu. Okej, zemër, më thuaj cila është sipas teje femra më e bukur shqiptare përveç meje, se me që je këtu do thuash që jam unë se pa diskutim. Lamna. Më falni të bukurat shqiptare. Cili ka të bukurin e vet, po Se bëj shaka sigurisht. Femër shumë. Nuk jam për ndonjë sex appeal këtu. Adrola Dushi është për mua një femër që e ka të bukurinë me tepri. Është aq e bukur. Shqipëria shohet për vajza të bukura. Po ka prezantueset, me që je vetë prezantuese, cila është prezantuese më e bukur shqiptare përveç teje? Po se do e marrin shumë seriozisht të pjesën përveç meje. Jo, përveç teje tash se fut dot veten në këtë garë. Duhet me ndarë. Po te Marina se kemi në klan. Marina është sa krajiniste. Po klan tani. Marina është shumë e bukur by the way. Shumë e bukur është. Mirë zemër, po lexoja një artikull që thotë se ti dhe Ariola pas ju hyt në klan, fshit fotot me partnerën tuaj. I zhdukëm. Pse I zhduket qafsh mua? Po shika, unë kisha bërë vetëm që prapë mos tregohem kështu. Me shtruse e vogël. Kisha bërë një foto në story. Unë ndarë ti? Jo, nuk jam ndarë. Kisha bërë një foto. Për jetës nuk I dihet, po. Po dojmë të smijë. Në story edhe atë e ka marrë një shoku im që doja nxjerr hakun për të gjën edhe ishte në story 24 orëshe, kështu që u zhduk vetë, nuk është e zhduka unë. Vetëm në story nxjerr ti foto me partnerin? Po nuk nxjerr përgjithsisht me partnerin. Nuk do ta bësh të famshëm se nesër mund të kthehet në... Jo. Mos se këta kaq duan, I nxjerr në jetë këta dhe thonë mirupafshim. Jo, nuk ka të bëj fare, po unë ruaj atë privatësinë e personit, jo vetëm partnerit, të miqve, të familjes. Me çfarë merret partneri jote? Vetëm Ardit Xhebrea më ka nxjerr mamin në televizion. Mundohem ta ruaj sa më shumë të mundur dhe nuk zbuloj asnjë detaj të personave që nuk duan të jenë publik. Është zgjedhja ime në fund ditës. E të forta jeni, se unë e bëra burrin që paze, ore minut. Dëgjoj. Partneri yt me çfarë merret? Nevina. Ka një profesion të tij. Çfarë profesioni? Ka lek, domethënë se ti je femër e bukur. Femër e bukur e barabart me burr me lek. Jo, kam vet lek. Ke vet, domethënë, nuk është se partneri jot. Jo, nuk pretendoj të marr nga partneri. Dhe sikur s'më lidh gjë me lekët e partnerit, kështu që. Okej, domethënë nuk je dakord me këtë klasiken që femrat e bukura kanë burra me lekë. Ore, po ndodh, nuk është çudi të ndodh, domethënë ka vajza që I bien për shkurt edhe mendojnë se lekët fitohen kështu, po. Po Ariola, digje pse I hoqi fotot me partnerin? Nuk e di për marrëdhënien e Si ka qenë eksperjenca për ty të pasurit motra të komshie? Është e mirë apo është? Nuk e di si mendon ti këtë pyetje, po kjo nuk është pyetje. Jo, se ka raste. Jo, po të kesh motra të afër, kush është? Person kam dëgjuar që I thu Paritit që do ikim në një shtëpi tjetër. Të kesh me motra të afër është fat I madh. Sikundërse është për mua, për të dyja motrat që kam afër dhe maman, kam dhe për ato dhe është një fat. Ka dhe që kështu? Je sigur? Të kthehemi çik te Pariti tash. Pariti ty të tret sefe. Pse të tret sefe? Se di nga ka krijuar këto. Është domethënë
Shefe. Po mbase nga mikeshat tona që na ndihmojnë gjatë verës, nga njerëz që janë me ne dhe ndonjëherë ato e bëjnë si në formë përkëdhelie, do ta quaj unë, që më pak dhe modeste, po edhe njëkohësisht të jem edhe pak më me se s'm pëlqejnë këto gjëra, po thot ndonjëherë një mikesha e shtëpisë tonë që vjen në verë, Ana që kujdeset për paridin në plazh. Ana Mosa. Edhe Ana, nga që është një femër e kulturuar shumë, edhe do që gjithmonë pozicionin e vet do të m'japi mua atë pozicionin tim, ndërkohë që mua s'm'pëlqen, pa ja ka kthyer në përkëdheli tani dhe më thot shefe. Edhe shefe, Geli shefe dhe paridi tani thot shefja, se ka dëgjuar Ana në verë që e kështu. Po, shefja unë mora vesh që te top lista e paridit ishte... Pra një kam lyer flokut, the asgjë. Prape? Po dhe unë i kam lyer as tisëm të asgjë. Që ke pësë të Po unë në ndër si karot. Shef, as tisëm të gjë. Shumë interesant. Që të them dhe njerë të paridi unë. Paridi te top lista e vete personave që do më shumë, në vend të parë është Ilda, mamaja ime, te njëshi, kurse ti je tek 0, sepse mendon se 0 është më tepër para se njëshi. Po, në vend të parë, po ta pyesësh paridin, është 0-ja je ti. Njëshi është babi, 2-shi është Ilda, dhe apo do t'jesh minus 1-shi. Do të mendon se 0 është numri është 0 është poshtë fare, më e madhe. 1-shi është babi, 2-shi është Ilda, por një ti e tek 0, vazhdon ti është tek 0. Gjatë javës kush mund t'ja ketë prish qefin? Zbret ke 100-ta, ai është në fund. Këtë javë ke qenë ti. Te 100-ta. Ana Lika është e 100-ta. Çuditshme se dje që e takova më dhënte shumë. Tash po i dëgjoj këto gjëra prej teje. Ngiti, po planet e reja për një bashkëpunim muzikor, apo për ndonjë këngë tjetër të re? Po, këto plane kam, se këto punë kam, po... Jo, tashis afër, mësëm që... Po, kam një projekt shumë interesant. Shpresoj që të mbaroj mirë vitin e ri, Krishtlindjet, festat që nuk janë në Shqipëri. Edhe me të kthyer që andej, do të marr një 8 ditësh kohë për veten për të relaksuar. Por shkuar në Borë, se s'kam shkuar këtë vit, kam dëshirë të çoj të djalin. Edhe pastaj merrem me një projekt muzikor, është interesant, vi bashkë me një vajzë tjetër. Edhe me një bashkëpunim, është një treshe. Një gocë, një çun, nuk po i bëj emrat sepse akoma është projekti akoma nuk e kam pjekur, si kam mbaruar, por si ide, si kështu. Ingriti, pse nuk ke vazhduar regjin për të lartën, sepse unë e di që gjithë klipet e tua ti ideon vetë? Së di me thënë drejtën, Ana, po ndryshe nga ty dhe nga Inisi, unë nuk është se kam pas një dashuri të madhe për teatrin. Edhe në shkollë kam kaluar shumë mirë, ka qenë dhe periudha që në fakt kisha shumë aktivitetet dhe më toleronin shumë pedagogët aty. Por nuk është se kam pas në një... Thojnë që kam qenë talentuar, por nuk është se i kam bërë zmetin shumë aktrimit, që kështu ti je më së miri ti dhe i nisi për aty. Ta i ke marrë eksperiencën në këngës magjike. Do e prezentoj spektakle, sa më shumë spektakle, do mungon ajo magjia e fustaneve të shëndritshëm, ndriçimi. Më tepër se sa magjia e veshjeve që janë shumë të sikletshme, shumë të bukura, por shumë të sikletshme në sken, se të pengojnë t'jesh e lirshme në tesur e kështu, do doja ato pantallonat i dashuroj. Po, do doja shumë, po, të mbetesha tek spektaklet dhe ky është synimi im, këtë gjë dua të bëj në televizion. E gjej veten tek emisionet për diskutim, është diçka që adhuroj, po emocionin që t'jep publiku kur e ke aty përballë është diçka që nuk e krahasoj me asnjë lloj gjë tjetër. Kështu që te formate të tilla doja të mbetesha, emisionet, spektakël. Nga është origjina jote në vina? Në origjinë nga Korça. Nga Korça. Di të bësh lakrar? Ja. Mos më pyet për gatim se. Dera jote ardhshme çfarë do haj kur të vi për darkë? Si pizza. Pizza.
Oh, do vdes me këto gocat e reja, do vdes! Po, do mësojmë. Okej. Ç'do bëjmë, sa kohë jemi te mami e te babi, i gjejmë gjitha Jemi gati. Okej. Çfarë ta acaron më shumë me Vina? Që kjo gjë më acaron shumë për shembull. Njerëzit negativ. Njerëzit negativ. Ta ngjisin atë negativitetin. Ata sigurisht Po që ta bëjnë mua, ma acarojnë. japin direkt. Po themi ke një njeri pozitiv, po ka x të met që ti se duron dot. Se negativët i acarojnë gjithë. Nuk e di. Ka Për disa shembull gjëra. mos korrektësia. Mos korrektësia, po ndonjëherë edhe vetë, sidomos me këtë punën e re tani që s'më del koha për shumë gjëra dhe harroj ndonjëherë dhe tregoj edhe vetë pak jo korrekte. Por që ka filluar të tregoj më tolerante në këtë aspekt. Po ka disa gjëra që ndonjëherë të acarojnë te njerëzit, nuk di të them. A është Ka e vështirë? veset e vogla kështu. A është e vështirë të bësh karrierë televizive në Shqipëri? Se e dim që ka shumë prylla. Është e vështirë, mua më ka ecur fati, të them të drejtën, se thjesht rrethana më ka sjell këtu ku jam, nuk është se ka ardhur dikush dhe më ka thënë do të marr dorën dhe do të sjell ku të duash ti, të bësh çfarë do lloj emisioni që do ti. Ka qelluar që kam punuar, kam patur atë vizibilitetin e duhur, edhe kam takuar njerëz të duhur në kohën e duhur dhe kjo është gjë që mua më ka ndihmuar shumë, sepse në Shqipëri me vërtet është e vështirë. Edhe nuk e di pse brezi i ri sidomos kur nuk e do punën. Nuk e kuptoj. Okej, tani jo vetëm mot, ti je së bashku me Enisheon. Enisheu çfarë funksioni ka te emisioni jot? Enisheu është gazetar dhe redaktor i emisionit. Okej, di që në fillim keni pasur ca përplasje të vogla. Se të thash unë merr me thash Që thashë të Unë nuk të jemi të afër, jo për gjë. Ora njuh Po, me jo, klanin jemi komshinj. Mësuaj, i sheshuat ato gjëra? Unë me Enin vazhdojmë, po të na shohni të dyve, do thua është këta do vriten nga momenti në moment. Është puna që të bën të kesh përplasje të vogla e erëpashershme, çdo gjë në lidhje me punën, asgjë personale. Sigurisht debatet tona janë gjithmonë lidhje me emisionin e radhës, me të ftuar dhe gjëra të tilla. Po në momentin që s'ka mosmarrveshje në lidhje me diçka personale, është çdo gjë e zgjidhshme, është çdo gjë e kuptueshme, po nuk pati gjëra të tilla nuk funksionon gjëra, kështu që kam përshtypjen dhe ti vetë ke përjetuar her pas here edhe me stafin që punon me ty, kështu që Unë kam përjetuar më përpara se tani që kam emisionin tim, stafin tim e kam zgjedhur me kokra. Edhe kam më të mirët në treg. Që në rast të parë janë profesionist, pastaj janë njerëz shumë të mirë, po sigurisht që ka përplasje gjithandej. Ku çalon në Vina si njeri? Unë si njeri i besoj njerëzve më shumë se ç'duhet ndonjëherë. Jo gjithmonë. Okej, po kjo nuk është një çalim i madh. Është ndonjëherë se për veten gjithmonë, ose për tjerët nuk është se e keqja e vetes time, jo të tjerëve, gjithmonë. Levina, nga puna në televizion çfarë të bezdis më shumë? Që nuk kam shumë kohë për njerëzit e mi, familjen, miqt. Çfarë të gëzon më shumë në punën tënde? Është satisfaksion i madh të marrësh atë feedbackun e publikut dhe për këtë gjë e bëj seriozisht, është diçka që e bëj me qef, me kënaqësi dhe nuk të gëzon rroga? Po rroga po e thash, është e rëndësishme, është dhe parsorë dhe dytësore për mua. Për mua parsorë është puna që unë bëj dhe të bëj diçka vetë dhe A je egoiste në Vina? Edhe jam. Se është e kot themi, po njerëzit janë natyra egoiste përgjithsisht, po e rëndësishme është ta kontrollosh veten. Si mendon, je talentuar? Po gjersa, po vazhdoj të bëj hapa para, them se po. Cili është pika jote më e fortë e talentit? Se i takon prezantimin, nuk e di, domethënë varet se secili ka atë të veçantën e vet, po tek prezantimin vetë. Si do ta përshkruaje llojin e prezantimit tënd me një fjali? Është shumë e vështirë, se shumë që flasim vazhdimisht. Hyn të ëmblat, hyn të shkathat, hyn, e kupton? Po mund të kem të ndërthura disa, varet nga tematika që trajtojnë emision, nga të ftuarit, varet nga disa gjëra të ndryshme, po si njeri përgjithsisht, pra jo vetëm formë prezantimi, po si njeri përgjithsisht në përshkruajnë si të ëmbël. Okej, tani nëse të jepen këto 3 mundësi dhe ti duhet zgjedhësh vetëm njërin, do zgjidhje emisionin, të dashurin, apo spektaklet me Ardit Xhebrian? Po, spektaklet me Ardit Xhebrian, se emisionet thash, e la të dashurin. Jo, i dashurin bëri me ndere. Zgjedhjen time. Jo, një nga këto të 3.
Zgjidh njërën. Nëse do më vinte përpara zgjedhjes mua apo spektakle. Nuk do ishte personi i dur për mua nëse do më detyronte të bëja një zgjedhje të tillë. Ke çantë me vete sot? E kam. Çfarë ke brenda në çantë? Ti them të gjitha? Prita shoh. Portofolin. Po? Na i trego pak. Labelon. Prit. Portofoli është prishur. Kam qef shumë shpejt. Kam çelësat me 1000 varse. Po? Me këtë. Upe moqe. Po? Edhe me këtë tjetrin. Marinarin që e mora në Rotterdam kur isha tani. Po? Ruaj shumë kështu objekte ndryshme që marrë. Labelon e buzëve, klëfin e syzeve, se unë jam me syze optike që ta dini gjithë ju. Po pse nuk i vë? Po, Vëri çik sa të kemi një pamje të nuk i kam lutem. pastruar. Si ke pastruar? Po punë e madhe sa të çojmë Nuk atë. e kam haruar në klan. I ke haruar. Kam stilolap, se gjithmonë del në një gjë për të shkruar. Po? Në palvët, në një gjë që është gjëndër kështu rastisht plastik flokësh, gjëra tilla që të vogla kam. Okej. Edhe rrok në fundit vizionit. Patjetër, kush e di sa do të rroje. Atëherë, Nevina, kur je nder seksi për herë të parë? Ke dalë Për para herë të parë? Ha, për herë të parë. Po ku ti unë do të ketë qenë ajo periudhë e adoleshencës, atëherë kur duhen gjithë gozat duken nga pak seksi, po. Do kujtohet? Jo, s'më kujtohet. Hera parë fare nuk e di, nuk më kujtohet. Po ajo periudhë kam përshtypjen, duhet këtë qenë. Si për gjithë. Nuk e di sa. Në adoleshencë, Në domethënë. adoleshencë. E kujton dashurinë tënde të parë? Ka qenë personazhi i filmave të animuar. Kush Nilsen Gersoni? Jo. Ka qenë nga këto të Goku, Dragon Ball, ka qenë Trunks me ato flokët, kështu kartelon, fiksimi i fëmijërisë. Okej. Mirë dashur. Un kam një do flasim pak me taksin time se kjo taksia ime është e papar. Un kam po, duke qenë se është Skoda e fundit, Përshëndetje bukuroshe. Si ndihesh sot? Mirë. si një zonjë ndjet Zonjush, Nevina. Si një zonjush Nevina, si një zonjë unë, se unë jam zonjë grua, jam grua e martuar, kam edhe një burrë dhe një kalama. Gjithmonë gati plako. Gati. Po gati pra dhe jam plak, jo plako. Jam plake. Atëherë, gjithmonë gati plake. Lumt. Një pyetje për Nevinën. Nevina, me qenë se ti ke qenë mis, na thuaj pak cila nga miset nuk të pëlqen fare, po fare. Me që misat e duan paqen në botë, po zgjedh them vetja ime, ti je brenda. Mos hap sherrë me gotat e tjera, mos Në më rregull. Do me thënë, ty s'pëlqen vetja. Fare. E hëngrën. Mire dashur Nevina, unë kam disa këngë krishtlindjesh këtu. Me që kemi vënë dhe brirët. Ë? Me që kemi vënë dhe brirët këngë. Pa, me që kemi vënë. Kam këngë festash, jo krishtlindje, se krishtlindje të kaluan. Sot është data 30, ja ta dëgjojmë. Do këndojmë bashkë? Unë nuk me përgjithsi nëse të të vjesh e koshmëria gjatë kohës shumë. Një glop të vogël. Ta ka në sjell. Të janë këngët e shkollës, ku kam qenë në 9 vjeçare i këndonin. Isha harruar. Nuk di ta këndoj për ndaj të shumë. Pritina, besoj që ti nuk duhet të këndosh më, por në qoftë se ti mund të këndosh në dush, unë do të këndoj as në dush. Unë dua të të prezantoj lojën e taksisë. Loja e taksisë është shumë interesante. Ne do të imagjinojmë sikur ti je në një ishull. Dhe ke vetëm një anije që të vjen. Por në këtë anije ti mund të marrësh vetëm një person. Unë do të them 2 emrat, ti do zgjedhësh një dhe vetëm një dhe tjetrin do e lësh aty të flej me kush mund të jetë me majmunët, me
Shpresoj të ketë Luan aty e kështu. Peshkaqenër Mos e ta tjerë lëm e tjerë. Atëherë, këtë do hidhje nga taksia Nevina. Këtë do hidhje nga Ania, qyqja nga taksia, ka mundjen, tamam taksi gjesh jam. Do hidhje Alexander Frangajn, apo Alba Frangajn? Të hidhesha vetë më mirë. Asnjërin janë të dy shumë të mirë. Duhet të zgjedhësh patjetër njërin. Po mirë, unë e di që Aleksandri Albën s'do e hedhi, kështu që po them Aleksandri. Okej. Këtë do hidhje nga Ania, Marina Vjollcën apo Alketa Vesiun? Marinën, Alketën e dua shumë. Edhe Marinën, po. Alketën e kam deklaruar që e kam prezantuese që unë e dua shumë. Kete drejt. Okej. Do hidhje Marinën, do me thënë. Hajde se shkon getoari, është këto getoari. Okej. Ua, ky pas ka pirë, ky kalimtari i thjesht, okej. Këdo merri me veten Ania. Ose këdo hidhje. Mund të marrë Aleksandrin dhe Marinën që hodha shpejt. Jo, nuk kemi mbaruar. Okej. Ardi Gjebrean apo Arjan Çanin? Këdo merja? Këdo merja. Par ditën. Çani se ka problem, kështu që nuk e vuan. Këdo merja. Eni Sheun apo Kelvi Kadillin? Enin sigurisht. Ne kam për Ariola Sheun apo Fatma Met Hasanin? Ariola Sheun. Do hidhje Ingrid Gjonin apo Inis Gjonin? Po, asnjërin. Njërën duhet patjetër ta hedhësh. Kush është më e vogël? Më e vogla është Ingridin. Po Ingridin po hedh. Okej. Po në për koncerte, pse nuk në për festivale nuk merr më pjesë? Tashi, nga kjo intervista është dhe pak përfitim se që ka shumë e gjatë si intervistë, po, s'ka që besa. Nuk marrë pjesë sepse ka marrë pjesë shumë. Dark. Organizë, kam teatrin e Paridit. Nuk marrë pjesë se ka marrë pjesë bolla, kupton, nuk është se ja kam përjetuar shumë bukur. Top Festin, Këngë Magjike, aq sa jam kënaqur me ato çmimet. Unë them që çdo gjë ka momentin e vet, duhet të kesh një material shumë të mirë, duhet të jesh shumë e sigurt kur dalësh. Jam kënaqur në fakt, por nuk kam marrë pjesë sepse kam qenë angazhuar me klipet. Një periudhë kohë më desh të qetësohesh ambasardhjes në jetë Paridit. Këto 4-5 vjet kam punuar shumë me klipet. As po të del pyetja tjetër? Jo, dëgjoj. Un kam këtë taksin edhe kjo taksi është shumë llafazane. Flet shumë. A mund të shohim pak? Bukra dheut. O zot ku kam makinën sot. O zot sa më do ishte të sillesh kështu në shtëpi. Po të kemi gjithë ditën e kamerë përballë. Jo, me mua nuk është se jam e pakënaqur me sjelljen tënde të drejtën. Se me mua është dhe si ta krijosh autoritetin. Me mua i ke llafet e pakta. Dua vetëm që Ana të punoj, të jetë e talentuar, të flasi pak me pak. Këtë tashi nuk e bëjmë dot. Por, mirë. Tashi ta dëgjojmë një çik të taksin tonë vën. Çfarë ka për të na thënë kjo në? Evi bukuroshe. Përshëndetje. Sa interesant. Si ndihesh sot? Si që tash më pak më përpara ndjem si një karrotë e vërtetë. Nuk e di pse jam zgjuar si karrotë sot. Shoh që ke lyer flokët. Të shkojnë shumë, duke shumë. Faleminderit, shumë faleminderit. E dija që do gjaja bukur prandaj bëra. Tashi, shoh çfarë do thosh tjetër. Një pyetje për Ingridin. Ingrid, cila është aktore më e mirë? Ti apo Ana? Sa po e thash, Ana, e shkëlqyer bile. Në të paktën në rolin e fundit që e kam parë, që ishte e zgjedhur nga motra tjetër, më ka pëlqyer shumë. Roli të gjithëve, të 5 aktorëve, po Ana më ka pëlqyer shumë. Rozi dhe të gjithë tjerët. Po në krahasim me mua Ana dhe gjithë grupin. Por dhe në krahasim me grupin Brabana. Por nuk është se e kam pasion si e ka Ana dhe Inisi. Po pra, unë di që ti aktore shumë e mirë. Po nuk e kam ushtruar, nuk kam pas mundësi të jem, se unë kam edhe krahun tim të fortë fare, që më i forti është të diti Inisi, edhe mund t'isha, kam qenë shumë herë ftuar nga Inisi, po
Those fare. Dhe nisi shumë e çuditur nga fakti kur unë e them që se kam shumë qejf të luaj, e kupton? Dhe thotë çfarë thua? Është e çuditur. Po, e di edhe unë që është e çuditur. Se Ingridi më vërtet është aktore shumë e mirë, Po, unë nuk kam frikë të them një gjë që është e vërtetë edhe se ke qef do me thënë aktrimin fare. Sjet, ku duhet. Nuk fare. Mirë me Ingridin, ne u knaqëm shumë sot, shpresoj t'jesh knaqur edhe ti. Jo, nuk zbresë makina. Jo, po, nuk do zbresësh ti. Do të të çojmë në ndonjë vend. Po të marrë një aty. Do të të marrësh një aty punë, po ti këta thuj, mi motor. Nisë, unë do të çoj ku dush ti, se kam problem fare, do të ejte makina jote. Okej, dhe kujtosh. Ishte shumë kënaqësi që të kisha sot. Që të bëj ty unë? Në taksin time. U knaqa shumë. Nuk është se më thënë gjë që unë se dija. Se unë i di të gjitha për ty. Edhe unë përgjigja me shumë korrektësi. Por, për publikun. Harova fare që je Ana. Ana që... Po, prandaj lyva dhe flokët që isha ndryshe. Mira, ku do i kalosh nesër, do me thënë që është data 31, ku do shkosh? Një zot e di, isha në Danimark, më parë, Prishtinë, që unë super kënaqa. Edhe do duhet kisha ndetur aty, po duhet kthehesha për njëri të emisionit sigurisht. Nuk e di ku do më gjej ora 12. Me familjen sigurisht, po pas do të thoja. Pas 12 me të dashurin patjetër. Po me shoqërinë përgjithsisht. Nuk e di ku do mblidhemi. E keni provuar ndonjëherë bashkëtesën ju të dy? Jo. Doni të bashkëtoni? Ti e dish, jam 23 vjeçë po jam. E di, po, bashkëtesa është jo të martohesh. Jo, është shumë shpejt për shumë gjëra. Sa vite keni bashkë? Kemi ca. Sa? Kemi ca. Okej, emrin s'do na e thuash? Jo. Po pse? Shiko, shera pa shumë po flas për këtë gjë. Ke frikë se ta marrin? Frikë se ma merr më Rodina. Jo, ta marrin këto që dëgjojnë me motor, se ç'ne unë. Ti e di që unë sa marr. Po e thash, nuk dua ta diskutoj në publik. Është pjesë që nuk dua ta reklamoj. Okej, sa vjeç është këtë të lutem ma thuaj? Shumë i madh. Po sa pra? Po kemi ca diferencë, nuk kemi kështu moshatar, shumë afër. Kemi çik diferencë edhe na duhet kjo. Ke dashur vetë që të kesh diferencë me ta? Po ashtu ka qelluar. Me qenë se je 23 vjeç. Me qenë se je 23 vjeç, e ke seriozisht këtë lidhjen apo të shkoj si të shkoj? Po çdo lloj lidhje kam përshtypjen merret me të shkoj si të shkoj, se nuk e diet jetës tani, nuk është se nuk futet njëri me mendjen. Keni folur ndonjëherë për të ardhmen? Jo. Jo asnjëherë? Mirë, për çfarë do e ndihmosh mamin nesër në darkë? Me vina. Mami nuk mban fare shpresa të gjuha për këtë pjesë. Unë ndihmoj për pazarin, shkoj blej gjërat, nëse me pjesën negative, si ta thash, nuk është se më jepet shumë, me ndonjë gjë shumë të vogël mund ta ndihmosh. Të paktën ditë bësh pazaret, i blen të mira të lira. Po, të mira, gjëra, të tjera nuk i ave shumë. Të lutem në vina, po nëse njëra e ka brokolin 1200, duhet shkosh atje ku e ka 1000 lekë. Unë jam kështu, sa është kaq mirë, ma jep. Nuk di të bëj pazarit për çështje lekësh, i bie shkurt në këtë aspekt. Nuk është se kërkon aty ku t'jetë më lirë, Po, nuk është gjë, më thënë, nëpër markete përfundoj përgjithsisht. Kështu që fruta perimet si blen te fshatarët, domethënë. Në raste kur janë për të fshatarët. Sa lek pas ka kjo vaj! Nami zi, punojmë më Rudina, punojmë. Po nuk është se, nuk ka plas për lëkumadja. Okej, mirë dashur. Nevina, vdiqa për ujë, erdha për 5 minuta, më falë. Të pres. Hajte, gjela tjeti, gjela fushë këtu nja. Gjela të mirë. Qelë njim duke se është se tjeret pula janë të. Po për reklame dënot. Gjelat për pull, për pilaf, për gjell, për qull, për të tëra. Gjela lushnje, vlare. Të keqen, për vitëri, për baran, për tëra i kemi këto neve. Të keqen, do anëzerim lekët të një neve. Të keqen, qull, hajtë më se kemi gjela më. Ja po vi këto. Po erdi një. Mirë, qa ben, si jemi. Sa e keni atë gjelin e madh aty, ato të madh? Jo, ato të madh,
aty e dua unë atë të madhin atje. Dhe këtu ti me? Po ti mi që do këtu jo unë. Ecni gotë se do humësh atë vend e punës se kete garë për të bëm rikë të mbëgjera. Po Analika, nuk do rriun për shefin tënë të pa blej gjel për vitrimi, goce. Qa pas ke qenë, po më vjen mrapa gjitha nej. Po ti gotë, atë gjelin e du unë, lutëm djali atë gjelin e madh atje e du unë, kupton? Më falë, po atë gjelin aty, për atë pyta unë e para. Po nuk ka rëndësi llafimi, ka rëndësi syni, kush e pa e para, e pa shumë e para? Për një gjel fjeri bëm kështu ti me. Po me. Goce, mos u mërzit. Në zgjidh mua se unë jam gjel fjeri. Ky shokurim është gjelushi. Mirë teta, qelna lushnja. Timi të mirë neve, më na shik shu neve si kallu. Do me thënë, jemi nga ata gjela si peshojnë mirë fare. Po mirë fare, të rëndë. Po ky më ditë thot një gjë tjetër përveç se të përsërisi këto që thua ti? Është bosi që. Sa kushton ai gjeli aty? Jo, atë do ta marr unë, nuk vetë diskutim fare, atë do e dua unë atë gjelin. Po sa kushton valla? Por e fol me bosin se unë. Gjera tash, po mua zgjidh këtë. Ky është ai lloj gjeli që edhe kënon me dashti. Tani ti këngu që ne duhet marrim njëri nga ju, ne duam gjel ta therim për vitrinë. Dhe shumë kohë, lutem. Qa kemi ne të mirë jemi, pëse s'na mërë një dhe. Doni si s'bana të gja. Mirë thot, ti merr këtu marr atë që thash. Ta ndashmon se dhe këtu merr dhe nga mrapa. Qa pas ke qenë? E pëse s'me mërë që mua? Ma pakitoni atë të madhin mua. Tjetër me pa, ata bëj një foto. Atë keqë foto, la. Bëjme dhe foto. Shikur sheka! Amon mi sa e mirë më kishe dalë aty, te konga magjike, se ti rezato mirësi, se ti e omër. Të një qik me një madhe. Një qik me një madhe, se i ditë që isha me makinë, unë s'ma hape rrugën të. Se ti e shumë e bukur, ti e shumë e mirë. Po sa e bukur. Po sa e mirë mi kishe dalë aty. Ikim? Pa, ikim. Kush e ti? Më qotë ndo deri në qëndër mu? Ti motor nuk dëgjo. Kjo është taksi, po. Taksi pra? është taksi, po. Se e pagoj gjus për këtë gotën. Jo, me pagujon gjithën të shketi. A mami, kam pas menimi që ishte me një madhe, por shqisi e pas ka dorën e të shpume. Dëgjo, që të sharohemi, ne këtu bëjmë një emision, nuk është se marrë klient... Qa emision? Po. Ku që di sa më kanë kërku mu. Po para se të thriste ty arditi më thiri mujë, në fillim po u zdesha se pranova me të drejtë. Po, u bënë qik me një modhe. Po pëse se pranove? A mirë kjo, a? Pëse se pranove ti? Se pranova me? Pse? Prej pagesës. Se këto kanë shku pa lek, e di unë. E di unë, këto kanë shku pa lek. Okej, Mos dëgjo. që është fare. Zënjusha, për ku je nisur ti? Do pishe i gotë verë aty në qëndër? Po në qëndër, du i gotë verë aty në qëndër. Se mi shte mush story mron me gota verë, ta provoj dhe unë. Am le do? Bësh i fotot e zjarë. Po. Ti do... A mami sa e mirë kjo me qallapi, do të pure, do E njohë ti është në vina shtylla, e njohë? Në vina shtylla, e njohë? Po, Isha mi fali pa. të rrugë pra, se kisha hap rrugë. A, me një madhe, me një madhe. Po në shotë në televizor, kjo së më foli mu. Foli, kur ishte në televizor? Jo, në rrugë. Unë Ah, e shifja në televizor, kjo së më foli mu në rrugë. Ua, o në vina, që Herë bën ti? tjetër s'më falet për zonë. Ja, nuk të falet, nuk të falet. A mami së është e mirë, po flokët si pas këda e shmi. Po s'ka që mos e vrit menjen, mos e vrit menjen, mos e vrit menjen. Të vetëm flokët s'pëlqyn me. Ja, s'mpëlqyn. Me thënë të drejtën, ati te konga magjike më pëlqeve shumë, se fole mirë, pastër. Me tekst, po mirë fole, se tekstin pare e kishte se. S'ma fut do të njëri mu se. Unë shikoj gjithë kohës televizor dhe jam e azhornume, le të themi, jam e Po azhornume. këshu një jetën tënde të përditshme me qa merresh apo shef televizor? Me të shefeme, A që ke me dora ime. telenovela. Zdo ka me të shëfte me ty. Jo, nuk njivemi për zotin, nuk njivemi se se zej Jo, për zotin gotur. thjesht je dora ime, se dhe unë mere me thashe teme shumë, i kam qef. Dora, vdeso, të vdeso, pra ne, sikur më tërhoq kjo Qa keni taksia. gju për këtë Nevinën, qafshme? Që ti,
Ajo herë, te koka magjike ka shku pa lek herë, s'ma esh njeri nga menja, se janë goca të reja mi. Janë goca të reja edhe dun që dukeni qik. Tjetër. Po ke dalë shumë mirë atje, trupi yll, për të versishin dërgjo, po trupi yll. Nuk di qatë them. Tjetër s'keni gju për këta? Jo, kam një gju shumë të themën, po si them këtu unë. Pse? Se jam dallavere. Ballit. Goce ku po më qa? Do të qëjnë qëndër pra, po tani... Bjeri nga dush, se kam problem fare bjeri nga dush. Okej. Ka dhe pretendime kjo më motër, Tashi, hypom, si mos të qim deri në fund. Po pra fikt. Si mos të qim deri në fund. A më ndalo do të dhe me i vetë, marrë një 2-3 punë që kam. Qa do me ble? Jo, me desha me quqik robët pastrim kimik, se kam bezdi me i lanë shpi. Oh, mraft pika. Dëgjo, po ku do e kalosh vitin e rimi, se ne vina këtu në Shqipëri do e kaloga, kot fare. Nesër o data të po leni mi qa thojnë këto mi. Leni mi se ka që i kanë emisionet me xhirim, si do dalim para njerëzve. Jemi këtu që... Je gotë shumë e mirë, po këto gjona si keni të mira, këto që gënjeni për televizionin. Jo, ha? Gënjeni publikun, publikun e thjesht si puna ime këto e gënjeni. Okej, e kuptoj, kjo është një gjë e të mërshme, dëgjo tani. A do zbresësh i qik që unë me në vinën të mbyllë emisioni se kom hallet e mija motor? Se erdi viti ri e mze viti ri në punë? Më të njëtë në vend që morën, kështë që i qik më poshtë. Ne policia mu ndalu atje. E kuptan? Unë ta mbyllë emisioni me në vinën, pasaj që ku të dushti. Mirë, pra e do numrin e telefonit apo të të presë? Më prit këtu. Mirë, këtu më ke mu. Okej. Te kjo shtylla këtu. Okej. A mame, sa e mirë, shumë e mirë. Po s'pas ka ly gjë ajo që t'pas ka ly. E mirë, po jo dhe aq e mirë. Qa dhe? Po mu versi është vesha, po. Për tu... Mirë, po jo dhe aq mirë, a kupton. Ika. Faleminderit që Ishte kënaqësi që më thonë në vend që morët. Ishte shumë kënaqësi e madhe. Sa e the emrin mi? Jam anonime nga Tirana, mund të jenem kështu të lutem. Faleminderit, ju bashkë. Faleminderit ty, goce. Hajde, ciao. Marigë, më thuat një gjë të fundit që... Qa do t'i? Qarë ke menduar ti kur unë thash sot që ti jesh këtu në taksi, qarë do doje ti që unë të kisha pyetur në një gjë që nuk ta pyeta, apo ndë një... Jo, jam e kënaqur nga pyetjet e tua, interesante shumë, ashtu siç je. Kështu si që... Lezet kam ndjekur këtë kohë, kam qesh me ty shumë. Faleminderit se e di që Flokët i jeni kishem- publik i sinqert. Po, flokët i kishe më mirë Zeza, ose më mirë kishe Bjonde më mirë, tani Zeza, të erdhën, tani sot s'më pëlqejnë fare. Fare? Po nuk kanë ndaruar akoma, janë në proces. Janë në proces e sipër. E kuptoj. Mu Kjo bë ishte shumë opinion. qefi Knaqa shumë, që më Knaqa? fritët, po. Knaqa. Edhe... Po ta thush të lartë e poshtë u knaqe këtu. Knaqa, nuk përse i kam shumë të shpeshta këto daljet, se me thënë drejtën, tikojnë gjithë dita edhe... Ja, unë nuk të mbajta shumë. Jo, s'më mbajte, po më pëlqevi shumë makina luks, Ne të mira, ne të kafe këndshme. spanzorët. S'ka problem, ditë tjetër. S'ka si lloj problemi. Nëse unë nuk knaqa shumë që të kisha sot këtu, sepse dua t'i tregoj dhe asaj të taksia tjetër, rutinës që Rutina interesante shumë. ftuarit e mi janë ftuarit e mi. Pse i keni ndarë rolet o? Po, sot jemi në garë. Sot jemi në garë kush arrin e para. Që kështu unë besoj se kam arritur e para, se e kisha dhe shumë thjeshtë, kisha një Tu mos ftuar. nuk futem. Jo, mos u fut s'ka që se flas vetun. Nejse. Unë ju puth fort, Ingridit i puth fort apo si? Po, i puth. I puth edhe i puth. I puth Je shumë. bindur Shumë. mirë. Okej, edhe unë ju puth shumë fort. Suksese. Aci. Mirë Vina. Unë të falenderoj shumë që ishe të taksia ime, pikërisht puntatën e fundit për vitin 2017, dhe jo pa qëllim zgjodha ti ishe ti, sepse doja ta mbyllja me ëmbëlsire akullore. Faleminderit. Unë të uroj që viti 2018 tjetë një vit plot me sukses për karrierën tënde, faleminderit. sigurisht edhe për jetën personale që na habite moj shumë sa na thej për jetën personale, na le me gojë hap. Kam tepruar. Okej? Faleminderit mbarësi edhe për ty, për gjithë ato që na ndjekin, Gëzuar vit në ri. vit sa më të bukur gëzuar. Okej, dashur. Miqtë e mi,
Kjo ishte Nevina Shtylla që u këputën në mes duke na dhënë informacione për jetën e saj private. Unë mendoj dhe besoj që ju keni lexuar mes rreshtave. Ju pus fort. Tani do ikim me vrap tek Ora News dhe unë shpresoj që të kem arritur para Anës. Të lutem, bëj diçka se ndërkohë, Nevina, që bënim emisionin, unë e spionoja Anën, se kam futur një GoPro, një kamerë të vogël të taksia Anës, se kush e di që bëhet andej. Okej, shifemi në finish bashk. Përshëndetje dhe tjeta tuajt aty. E pike zez. Hoq me gjeti tani si do ja bëj. Që bani, qa bë? Mirë, si kalo. Ti e quni gjelave? E, ha, jam. Si e, Mirë dhe ja, shuaj mos shesin do njëmë. Qa bën këtë një? Parove punë për gjellë ti ma mori me. Po pres atë shoqen ti me Anën, atë flok të kuqi që ishte në tyrë. Që del televizor? Se nga që më la nafta, edhe ajo është me makinë dhe po e pres të vitë marri. Po të la nafta? Po. Si ti dhe i halli kësaj? E pra, rova të Do të mbaj zemra jote në kurist, do të qohë ku të duash. Jo, djali, falemderit, po pres shoqen time. Pse më qake në opcionafe ndonë të lojë me një retim? Jo, zë, ti vazhdo, djali shit gjela dhe shumë falemderit. Se unë do pres Anën. Dhe qosh. Falemderit. Qmerë. Ku është kjo mërë sot më? Me qa do ikin shpion e zezë të një. Ama je të lopën ti ki shpi. Analika! Hëmi Ana! Pas ke ngellë kome? E pra ngella në këm la nafta. Shumë si dhe më bëgara në mu. Po ti ku e ke makinën? Edhe mu më lënë. Po që të bëjmë tani me? A ti ki me biciklet? Me kush e fitoj gavën? Hajtë se e zidin fund fare, bëjmë shu guri letra dhe gëshëra. Mici. Hajde. Hajde. Kështu për pare të koshe. Nuk në zonë në koshi. Po mi pa e dikim këmë, se s'kemi qa bëjmë. Bajt të nga... Kjo s'pas ka asë këshumi, që t'ulleshe. Hajde. Mirë, ikim bashkë. Po shi si dhe bëjmë. Na e dorën. Shoqe? Këmë se s'ta marrë në punës budohar, që ma do të them që të mjapësh në një role atje, që... E bëjmë të dyja, mirë. Dhe unë i copë emisioni, kuptan? Ua, Ana, kështu do ikim dërë të Ora News? S'kemi qa bëjmë zemra këtu, ka jeta këta. Ua, Do të me mua bëtë gjithru. mos në zë viti i rrugëve mi. Kam halë se mos në zë rruga.